Shënime të javës nuk mund të nisnin ndryshe përveç se fillimisht duke u ndalur tek vendimet e bordit të transparencës, i cili është vënë në lëvizje për të reflektuar impaktin e luftës ndaj regjimit kriminal të Teheranit mbi çmimet në tregun e naftës, duke shmangur abuzimet me këtë impakt në dëm të konsumatorëve. Sipas dhënave të bursës mesdheut, në ditët e fundit pati një ulje të çmimeve në produkteve kryesore të naftës dhe në përputhje me këtë zhvillim, Bordi i Transparencës reflektoi menjëherë edhe uljen e çmimit në vend, duke bërë atë që ka detyrë të bëj, përcaktimin e çmimeve tavan dhe pamundësimin e abuzimit me situatën në dëm të konsumatorit. Ajo që është e rëndësishme të kuptohet është se ky mekanizëm lidh drejt për drejt çmimet në Shqipëri me lëvizjet në tregjen ndërkombëtare dhe jo me vendime të njëanshme të operatorëve vendas. Dhe kjo do të thotë që në varësi nga lëvizja e çmimit në bursë, bordi qëndron vimësisht në anën e konsumatorëve, e drejtuesve të mjeteve, e qytetarëve dhe ruan kufit e qartë mes çmimit të rritur objektivisht si rezultat i lëvizjes në tregun ndërkombëtar, prej ku edhe importohet nafta në Shqipëri, dhe nga ana tjetër abuzivizmit që në këto raste, nëse gjen shesh, bën gjithmonë për shesh. E theksoj edhe një herë, bordi nuk vendos çmimin e naftës arbitrarisht, nuk ul çmimin e naftës duke vënë në rrezik vetë kapacitetet e furnizimit, por thjesht dhe vetëm mbikëqyr lëvizjen e çmimit dhe nuk ju lejon operatorëve që të luajnë pas kurrizit të konsumatorëve. Roli i tij është siguroj transparencë dhe nga ana tjetër të jetë gjithmonë në vëmendje për të mos lejuar edhe shkelje të vendimeve të tij, të cilat pastaj shoqërohen me masat menjëhershme deri në pezullimin e aktivitetit për operatorët që nuk respektojnë rregullat. Deri tani duket se gjithçka funksionon ashtu siç duhet, por do të bëjmë çmos që deri në përfundim të kësaj situate që nuk varet as pak nga ne, gjithçka të jetë transparente dhe asgjë e tepërt të mos cënojë konsumatorët.